Tani le të futemi menjëherë në temë. Këtu do të zhytemi në një analizë shpjeguese të një vepre që, sinqerisht, është vërtet e thellë. Bëhet fjalë për kolapsin e vetdijes nga Berzat Sadiki. Dhe e dini, ky nuk është thjesht një nga ato leximet e zakonshme që është fletoni për të kaluar kohën. Jo, absolutisht jo. Është një diagnozë jashtëzakonisht e mprehtë e krizës që po kalojmë ne, njeriu modern. Pikërisht sot. Veçanërisht në këtë epokë ku jemi rrethuar nga teknologjia dhe një lloj shpërbërjeje e përditshme. Është një udhtim që të hap syt dhe e paksa tronditës mbi atë që po na ndodh pa e kuptuar fare. Mendoni pak për këtë shprehje. Zbrazetia që kërkon duar trokitje. E pabesueshme se sa saktë godet në shenjë gjendjen tonë aktuale, apo jo? Ky tok fjalësh përmbledh në mënyrë gjeniale atë që bëjmë çdo ditë në rrjetet sociale. Ne vazhdimisht kërkojmë vëmendje, postojmë, presim reagime, e gjitha këto vetëm e vetëm për të mbushur një lloj boshllëku të brendshëm. Është një realitet të cilin, të jemi të sinqert, e shohim kudo, në çdo moment të ditës sonë. Pra çfarë saktësisht ky libër? Është e rëndësishme ta theksojmë këtë. Nuk kemi të bëjmë me një përmbledhje të thjeshtë e sesh. Në fakt është një manifest i mirëfillt filozofik mbi gjendjen tonë sot. Vepra funksionon si një pasqyrë. Një pasqyrë mjaft e ftohtë, por njëkohësisht tepër poetike. Ajo na detyron t'i bëjmë ballë atij kontrasti të madh. Nga njëra anë është imazhi sipërfaqësor që duam t'u tregojmë të tjerëve, dhe nga ana tjetër, ajo çfarë jemi ne në të vërtetë, që një jon që po humbet vlerat. Për ta zbërthyer të gjithë këtë ide të kolapsit, autori na kalon përmes 4 shtyllave ose dimensioneve kryesore: niveli linear, niveli kuantik, pastaj ai etik dhe në fund niveli ontologjik. Le t'i shohim me radhë. Fillojmë me të parin, niveli linear. Këtu fokusi është te analiza dhe narracioni. Në këtë nivel linear, argumentimi i librit ngrihet saktësisht si të ishte duke vendosur tull pas tulle. Është shumë metodik, dhe autori e bën këtë me një qëllim të caktuar. Kjo strukturë imiton eksaktësisht realitetin me të cilin jemi mësuar të jetojmë sot. Ne jemi robër të kohës kronologjike, jetojmë me një shpejtësi marramendse informacioni dhe rrjedhimisht po shohim degradimin e pashmangshëm të çdo forme autoriteti tradicional. Kjo na tregon në selb rutinën tonë moderne, e cila, le ta pranojmë, është thellësisht problematike. Si funksionon? Është një zinxhir. Gjithçka nis me atë mbi ngarkesën e informacionit dhe shpejtësinë e tij. Më pas, ky fluks na shtyn drejt asaj gjuetisë për pëlqime digjitale, të gjithë me syt ngjitur pas ekranit për të marrë pak vëmendje. Dhe ku përfundon e gjitha kjo? Në një pafundësi tërësisht të zbrazët, pas një kuptim. Çdo ese në këtë pjesë hap një dritare për të parë këto dhomboshe të shoqërisë sonë. Kalojmë te shtylla e dytë, niveli kuantik. Këtu kalojmë nga strukturat e vibrimi dhe energjia e padukshme. Tani bëhet vërtet interesante. Në këtë nivel, ne shohim tekstin si energji, si një vibrim përtej fjalëve. Kemi një paradoks të madh këtu. Nga njëra anë, ne besojmë se jemi të lirë dhe jemi kudo, një pranim masive në rrjet, gjithmonë të rrethuar nga zhurma. Por, çfarë ndodh thellë? Në fakt, scratch that. Nuk jemi kudo. Ne jemi thjesht të shpërndar. Jemi të paqëndrueshëm. Njeriu thërmohet në një gjendje kaotike dhe humbet plotësisht koherencën e tij. E bashkë me të, edhe vetdijen. Është veç se një iluzion pranie. Dhe pikërisht kur flasim për këtë zhurmë, dua t'ju tërheq vëmendjen te dedikimi i librit, atij që heshti kur zhurma sundoi. Në shqip kjo ka një peshë vërtet të jashtëzakonshme emocionale. Përdorimi i asaj trajte të shkurtër të përemrit është perfekt. Kjo nuk është një dedikim i thjesht romantik, është një vlerësim për atë rëndesë, për atë guxim që duhet për të heshtur pikërisht atëherë kur e gjithë bota duket sikur po u lëret pa pushim. Pra, pyetja është, çfarë është kjo heshtje? Autori e sqaron në mënyrë brillante. Heshtja nuk është asgjë, nuk është një boshllog. Përkundrazi, është një frekuencë dridhjeje shumë e lartë. Ajo ruan brenda vetes energjinë së vërtetës. Është një proces kuantik, nëse mund ta quajmë kështu, që zgjon atë rezonancën tonë të brendshme. Aty ku ne gjejmë balancën pa pasur nevojë fare për logjikë sipërfaqësore apo fjalë boshe. Tani udhëtimi na çon te shtylla e tretë, niveli etik. Këtu flitet për përgjegjësinë e njeriut. Këtu jemi në një rrafsh thellësisht moral dhe përballemi me një nga kontrastet më të forta të kohës sonë. Në lashtësi kishim konceptin njeriu si mas, pra nevoja për një autoritet moral për të pasur peshë reale. Po sot përballemi me ego të fryra jashtë mase, të cilat ushqehen nga jo shpejtësia anormale për të cilën folëm në fillim. Kur jetojmë në një shoqëri ku çdo gjë lejohet dhe nuk ka asnjë kufizim etik, përfundojmë në një pikë ku asgjë nuk ka më peshë të vërtetë.
Dhe pikërisht nga kjo krizë e thellë, libri lëshon një klithmë paralajmëruese. Me një fjalë të vetme, po aq të mpreshtë, mjaft. Është një thirrje absolute, një kërkesë etike që nuk pranon kompromis. Mjaft me këtë zbrazti pa kuptim, mjaft me heshtjen ignorante që po vret vlerat, dhe mjaft me normalizimin e kotësisë. Është fjalë për fjalë një thirrje për zgjim moral. Së fundmi, mbërrim të dimensioni 4 dhe më i larti, niveli ontologjik, qendra dhe qenia. Në këtë pikë, ne thellohemi te vetë thelbi i ekzistencës sonë. Kjo shpjegon ndoshta dramën më të madhe të shekullit të 21-shit. Është ajo përplasja e madhe mes të jesh dhe thjesht të shfaqesh. Të jesh vërtet, pra të kesh atë qëndrueshmërinë metafizike dhe peshën e ekzistencës, ndërkohë të shfaqesh, të dukesh, është mashtrimi ynë më i madh. Është një iluzion që mbahet gjallë e matet vetëm me disa pëlqime digjitale, por thellë mbetet krejtësisht i varfër. Ky pra është rrugëtimi i plot ontologjik. Është një cikël që fillon gjithmonë me një rënje, sepse kjo ndodh kur ne ndjekim një liri të rreme pa pasur një qendër. Pastaj vjen faza e dytë, kolapsi. Tani, dëgjoni me vëmendje këtu. Kolapsi në këtë libër nuk është diçka e keqe apo pesimiste. Përkundrazi, është ai moment kur tërhiqen frenat, është ndalja e domosdoshme e kësaj tatpjete, sepse vetëm pasi kolapsojmë strukturat e vjetra e mashtruese, mund të kalojmë te faza e tretë, ngritja, rilindja dhe rikthimi te rrënjët tona të pastra, te thelbi vërtet. Le të shohim pak vlerën e përgjithshme letrare dhe të kalojmë te përfundimi ynë, pasyra e ndërgjegjes. Po si përkthehet e gjithë kjo pasuri për ne si lexues? Ky libër është vërtet një pasqyrë për ndërgjegjen e secilit. Për akademikët është një model i jashtëzakonshëm i një eseistike të thellë refleksive dhe ontologjike. Për mësuesit dhe nxënësit është mjeti i perfekt për të shkëputur nga ekranet dhe për të nxitur mendimin kritik, diçka kaq e nevojshme sot. Dhe për prindrit, ai shërben si një mbrojtje reale për të mbrojtur folenë vedijes së fëmijëve të tyre kundra asaj që e quajtëm ideologjia e shpejtësisë. Për ta mbyllur këtë analizë shpjeguese, gjithçka na çon tek një pyetje vërtet e fuqishme, diçka që të mbetet në mendje. A do të arrijë ndonjëherë të fiket kjo zhurmë për të parë më në fund dritën e vërtet? Dhe pjesa më e bukur e këtij manifesti është shpresa që jep në fund. Drita nuk na ka braktisur kurrë. Ajo nuk ka humbur. Ajo thjesht qëndron aty, duke pritur me durim që ne të vendosim të fikim atë zhurmën boshe dhe të gjejmë sërish brenda vetes atë çelësin e humbur. Është një nga ato vepra që vërtet të lëzgjuar dhe të bën të kuptosh peshën që mund të lërë një libër në mënyrën se si ne zgjedhim të jetojmë.